E-Class 220HD, gjenerata W213. Ky është version ekskluziv, ka pak më shumë opsione luksi, ka këto kroma këtu, para edhe këtu poshtë. Nuk është ai i thjesht i krejt SE-ja, është pak më i bukur, më i veçantë. Është e vitit 2017, distet i ka 18-she, gomat i ka Goodyear në gjendje shumë mirë. Me blind spotat e pasqyra, me keyless go, shumë e pastër. Xhamat i ka me private glass fabrike të vetat, jo me letër. Shumë e pastër, si është bërë si lloj modifikimi, as si lloj luku, 220 4matik, difuzorin marmitat mbrapa, sensor, kamerën e parkimit që del nga këtu poshtë. Shumë e pastër, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Ky është motori 2 mish, 4 piston shnaf me turbon, 194 kohe fuqi, 400 Nm tork, kamerën e ka me 9 marshe 9 Gotronic. Shumë motor i mirë, shumë kombinim i mirë, nuk harxho, ecën sa duhesh për të ecë. 176.000 kilometra ka, shumë i pastër, super gjendje, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Ky nga që është version ekskluziv, ka këtë tapicerin më të bukur, komplet ka frena me extended leather me lëkurë elektrike, me ngroje, dhe kjo që lëviz me memorie, edhe kjo që lëviz kraun tjetër, që sa tapiceri të bukur ka, me lumbar support. Edhe këtë timonin e ka kaf që i shko me tapicerin, remeson e drunit mat shumë pastër, me head-up display, 176.000 kilometra, tapiceria shumë e pastër, e veçantë kjo personi që kanë këto. Nuk është si ato të tjera të thjeshtat, edhe përpara ka këte. Këtu ka këto leg extensions që i lëviz përpara ja të lëvizim saj tjetër. Është me 2 çelca. Piano black remeson këtej, ky druni shumë i bukur, me ambient light, me qepe komplet lart crosscode, me head-up display, timonin me ngroje, e ka të krau këtu, plus minusat pedal shifter në timon, shumë e pastër, ka dhe këtu vend për storage edhe për të lidhur portat USB-s, klimën me 2 zona, orën analoge, me start stop e atanezin, kamerën mbrapa me 2 pozicione, sensor të parkimit, pastaj ke këto Sport Plus Comfort që i rregullosi dusha, këto touchpadit që lëviz të gjitha opsionet. Edhe këtu mbrapa është e bollshme, keven para, keven lart, shumë tapiceri e pastër, shumë e bukur, sedilet me ngroje edhe këtu mbrapa, me ambient light, është perfekt, super makinë. Tash 205 që është i mirë C-klasi, po është i ngushtë që kjo ka vend, është opsion shumë i mirë. Sidomos me këtë çmim që është kjo, është ndër makinat më të mira që mund të blesh. Çmimi për këtë E220HD 2017-s, me gjithë opsione që pam, është 16.500 euro okazion. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.